Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar një specialiste të radiologjisë, e cila është edhe profesoresh në Fakultetin e Mjekësisë. Me ne, doktoresha Kreshnike Dedushi Hoti. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit për juve për ftesën, ndihem e nderuar. Doktoresh, po e nisim me pyetjen se pse ke zgjedhur radiologjinë, duke ditë që pak gra e zgjedhin këtë fushë për me studiu. Qëndresa, radiologjia në fakt është syri i mjekësisë moderne. Dhe duke u nisë për faktit që në radiologji shohim imazhet edhe i shohim brendësinë e pacientit pa prek, për mua ka qenë diçka mjaft interesante në atë kohë kur e kam zgjedhur specializimin. Ndonse ka pas shumë pak gra në atë kohë që e kanë zgjedhur specializimin e radiologjisë, por unë si gru sfiduese, kom pas qef që radiologjia si halk apo një urë lidhse e krejt klinikave, t'jem ajo e cila e para e shof diagnostikimin e pacientit, i ndihmojmë në kohë, ndonse ndonjëherë pa e prekur, ndonjëherë vetëm me imazhe radiologjike, edhe pse në radiologji ne i prekim pacientat, se kemi edhe metoda me cilat i bëjmë direkt me pacientin, por në shumicën e rasteve kemi me imazheri. Unë mendoj se t'jesh radiolog është fat, por edhe përgjegjësi shumë e madhe, sepse je e para e cila e shef diagnozën dhe nga ti fillon mandej trajtimi dhe çështja tutje e pacientit si do të shkojë. Po. Nëse kthehemi në studime, pra që nga përcaktimi yt për radiologjinë, cila është ajo periudha që të ka sfiduar më së shumti? Periudha e cila më ka sfiduar më së shumtit, në fakt në Kosovë, periudhë sfiduese për gjithë mjekët e ri, është koha kur ne presim me marrë specializimin. Në vendin tonë nuk kanë qenë mundësi që ti me zgjedh specializimin cilin ki dashtë, ndonse ki kry fakultetin me kohë, ndonse ki qenë studenti e mirë. Ndonjëherë politikat shëndetësore nuk kanë pas specializime dhe ne kemi prit specializime. Unë fillimisht kom punu si mjekë e përgjithshme 4 vjet dhe pastaj pas asaj kohe, ndoshta kur jam pranu fakultet mjekësisë, nuk ka qenë zgjedhja e parë radiologjia. Unë ndoshta në atë kohë kam pas qef që jem ginekologe. Mirë po me kohë, duke e pa si ka evalu mjekësia, duke e pa që radiologjia është një edhe në vendet e zhvilluara dhe moderne si diagnostika lun rolin kryesor, atëherë në specializimin, do të thonë konkursin për specializime, pa ta vendos me apliku në radiologji. Dhe në atë kohë, kur jam pranu në radiologji, ka qenë pak sfidë. Ka qenë sfidë sepse në atë kohë nuk kanë qenë këto aparaturat moderne. Kur kom fillu specializimin, ka qenë ende radiologjia konvencionale dhe ishim në pritje të radiologjisë moderne, rezonancës, CT-s. Fatmirësisht, kom pas mundësi dhe unë jam shkollu dhe jam trajnu edhe në vendet tjera, evropiane dhe në Amerikë, lidhur me radiologjinë, cilat më kanë ndihmuar shumë që sot jem një profesioniste e mirë në punën cilën e kryj, për arsye se në atë kohë radiologjia tek ne ka qenë në hapat e parë. Hapat e parë sepse jo në hapat e parë në atë kuptimin e radiologjisë moderne, sepse radiologjia si radiologji konvencionale ka qenë e zhvillume, edhe CT-a, mirë po ka qenë CT një shtresore, nuk kanë qenë me aparaturat e avansume, plus që në atë kohë, me thonë drejtën, ka pas shumë pak gra në radiologji. Sfidë tjetër ka qenë a me zgjedh specializimin e radiologjisë, sepse nga rrethi radiologjia është konsideru si profesion i meshkujve. Dhe unë në atë kohë kom pas qef me sfidu vetën. Ashtu që jam tip e cila kom qef mi thy disa tabu. Edhe unë mendoj që profesioni nuk njeh gjini. Profesioni duhet vetëm t'jesh profesioniste mirë dhe ndoshta me punën dhe me vullnetin dhe dëshirën i bën edhe tjerë ta duan atë profesion. Pikërisht tek përzgjedhja, atë kanë paragjykuar njerëzit edhe rrethi për këtë zgjedhje? Fillimisht më kam paragjyku, mirë po unë me thonë drejtën, kam shiku në vendet e zhvilluara, sepse në atë kohë me thonë drejtën qendres nuk e kom ditë a kom ndajt në Kosovë. Kom mendu që nështë unë kom shku specializim krejt në Amerikë. Dhe atje ka qenë e dyta mas kardiokirurgjisë dhe të e mendu që radiologjia është tamam si sy i mjekësisë moderne, kom pas qef
me qenë në atë pjesë. Edhe për kundër paragjykimeve, unë për vete së më dalë. E kam mendu që kena me dalë dhe falë saj, unë sot në radiologji jemi një numër i madh i doktoreshave radiologe, po ashtu dhe falë ndoshta aspektit tim dhe, si me thonë, unë e kam promovu shumë radiologji si profesoresh, mandej, edhe si asistente, kur kom qenë, dhe falë asaj shumë studentit mija sot janë specialistët radiologjisë dhe çdo ditë ma shumë po shtot numri i femrave, grave radiologji. Po, që ndjekin radiologjin. A na jep detaje nga një ditë e zakonshme në radiologji, në punën tënde të përditshme? Po, faleminderit. Cila është rutina? Rutina ime qëndresa duke u nisë për fakti që unë të njëjtën kohë kry edhe profesoresh, edhe radiologe. Rutina ime është pak më e komplikuar se e mjekëve të cilët punojnë vetëm radiologji. Për arsye se normalisht ditën gati shumicën e ditëve të javës e nisim me ligjërata, të cilat fillojnë qoftë prej 7:28, dhe mundohem të jem sa më afër me studenta, sepse ata në ardhmëria jonë. Dhe t'jesh afër tyne, unë ndina shumë e lumtur dhe më japin shumë vullnet për jetë. Unë jetoj me eduku breza të ri. Dhe mendoj që ne të gjithë profesorët e Fakultetit Mjekësisë duhet të jemi sa më afër studentëve për arsye se studentët tonë të ardhmen janë kolegë tonë. Dhe pas asaj, normalisht që shumicën e pjesën tjetër të kohës janë pranë ekranit, siç e dini, se ne lexojmë edhe interpretojmë imazhërit dhe mandej kemi punë ndërkolegiale, sepse radiologjia kërkon, është sfiduese, ndonjëherë kemi raste të cilat janë mjaft specifike dhe na duhet bashkëpunimi edhe me klinicistë tjerë, na duhet bashkëpunimi edhe me kolegë brenda, për arsye se të jesh radiolog i mirë, fillimisht duhet të jesh klinicist i mirë. Por puna ekipore, unë mendoj që gjithmonë është çelësi i suksesit krejt punës që bën një mjek. Po si është ajo ndjenja e përcjelljes së diturisë tek brezat e rinj dhe a ja u rekomandoni radiologjinë atyre? Qëndresa, unë mendoj që rekomandimi im normalisht në mjekësi të gjithë studentët është kënaqësi me qenë pjesë e një rrugtimi të diturisë gjeneratave të reja. Dhe unë mendoj që po sa që është kënaqësi është shumë përgjegjësi e madhe. Të jesh profesor në Fakultetin e Mjekësisë dhe të mundohesh që dijen tonë dhe ta transmetosh të gjeneratat e reja është shumë përgjegjësi. Unë ligjëratat e mia mundohem t'i bëj sa më atraktive, edhe landës time e cila është mjaft atraktive sepse radiologjia është tamam landë interaktive, kur ti me imazhe në kohë reale, për shembull i merr dhe bashkë bisedojmë. Unë në mesin e studentëve të thash edhe më herët që kam shumë specialista të ri, sepse ndoshta unë kam qenë edhe si model i tyne që me zgjedh radiologjinë, se radiologjia fillim nuk ka qenë edhe shumë atraktive, derisa kanë ardhur aparaturat moderne, derisa ne e kemi promovu si radiologjinë tamam si një diagnostik e cila është e vlefshme dhe është udhkryq i klinikave tjera. Dhe unë me thonë drejtën, studentëve të mi ju rekomandoj që mos mu kënaq me mesatarën, me qenë, me mundu, me arrit gjithmonë më të mirën, dhe unë shpresoj që ata gjithmonë t'jenë më të mirë se ne. Qëllimi i secilit profesor është që studenti i tyre t'jetë më i mirë se profesore. Nëse ne e arrim atë, atëherë mendoj që e përmbushim detyrën si profesor. Ndërsa ata të cilët i shoh që kanë prirje për radiologji, normal që i rekomandoj, thëmë kisha pas qef të marrë radiologji, sepse t'jesh radiolog i mirë duhet ta kesh syrin e radiologut, me ditë me lexu, me pa, është një dhunti që të hap Zoti me pa, domethënë me pa ndryshe. Se është diçka interesante kur ti e sheh jetën, i sheh ndryshimin, ndoshta i sheh diçka që ai as nuk e ka paramendu që e ka, dhe ti me një imazheri e sheh atë problem. Po mandena është edhe përgjithësi. Edhe përgjithësi e madhe. Profesoresh, ana e përmend se si ndohen imazhëritë edhe për çfarë përdoren. Si i klasifikoni ju si profesionist këto? Normalisht, imazhëritë në
në radiologji apo metodat imazherike në radiologji i ndojmë në ato konvencionale, mandej ato digitale moderne, ato intervente dhe tashkove të fundit edhe këto funksionale. Ato konvencionale normalisht fillojnë prej rentgenit, i cili është i pare dhe skopia, edhe cila është në dinamik, po hin grupin e këtyne aparaturave konvencionale, të cilat normalisht që populata duhet me kuptu që momentin që shojnë nevojshme që duhet më bëni ekzaminim, nuk kemi arsye për frikë. Sepse ato rezatimi, kur është në pyetje diagnoza, nuk lun moral, mandena ka rezatim, as ka rezatim, plus që tash aparaturat janë sofistikume, i ndalim ato rezet e gjata, mundohem sa më pak me pas low dose rezatimit, ndërsa ultrazëri, si metode parë digitale, është metodë shumë e lehtë, e thjeshtë, pacienti kushton lirë, është e qasshme, do me thonë se cilën klinik pothuajse kemi ultrazë, kemi mjaftueshëm dhe pacienti s'ka nevojë as me u pregadit, e vetëm arsye është që me bashkëpunu aty për aty me radiologun, mandej kemi CT-n apo tomografinë e kompjuterizuar, e cila është metodë me reze X, por është shef, do me thonë është me shumë dritare, është shumë plane, është multiplanare dhe në CT-a, do me thonë, ka shumë benefite, sepse është e thjeshtë mu bo, mundemi me bo pa pregadit shumë, sidomos në rastet urgjente, por vetëm do me thonë, disavantaje ka se ka rezatim. Por, kur është në pyetje jeta e pacientit, mandej rezatimin thashë dhe ma herët që nuk e vlerësoj. Rezonanca magnetike është fjala e fundit. Për arsye se me rezonancë magnetike i shohim ndryshimet, do me thonë që i shohim në tru, që në masën e bardhë dhe ngri, normalisht me CT dhe me rentgen, me këto nuk mundemi me pa, shohim medullën spinale, e cila pra lëndimet apo infeksionet, ndryshimet të cilat na duhet patjetër me rezonancë magnetike, shohim problematika sidomos për gratë shtatzana dhe për fëmijët cilat i ikim rezatimet, rezonanca magnetike është e shkëlqyeshme edhe ultrazani për këto dy kategori. Mandej, normalisht e kemi intervente tash në radiologji punohet edhe interventja, fatmirësisht, normalisht që jemi si me thanë, kuadri, kemi kuadr, po tentojmë që të bëjmë kuadr edhe më shumë, se dhe trajnohen edhe më tutje, në mënyrë që të bëjmë më të sofistikum. Për arsye se në Kosovë kjo është e re, ende, edhe metodat funksionale, ku bashkohen prap me mjekësi nukleare, është PET CT-a dhe PET MRI-a, e cila na jep njëjtën kohë edhe funksionin e organeve. Kështu në përgjithësi ndohet radiologjia, mandej ka specifika, i kemi edhe mamografinë, se do me thonë, për pas që kemi pjesën diagnostike, ndonjëherë kemi edhe screening. Mandej na radiologjia e mundson edhe ndjekjen e patologjisë, mandej e ndihmon edhe kontrollat pas patologjive të ndryshme. Radiologjia e përfshin ata të cilët nuk e njohin shumë mirë radiologjinë, e mendojnë si të thjeshtë, po me të vërtetë është një det i thellë me shumë problematika, të cilat është shumë sfiduese si diagnostik. Po, pikërisht për këtë, ana flet për rolin e jashtëzakonshëm që ka radiologjia në diagnostifikimin e sëmundjeve. Po. Thashë edhe më herët që radiologjia pra ka rol të shumt. Normalisht që radiologjia është në interpretimin apo diagnostikimin e sëmundjeve, prej sëmundjeve më të thjeshta, si që janë infeksionet, deri te sëmundjet më të rënda që janë karcinomat. Pra, radiologu në prej momentit që e merr imazhin në dorë, në me thonë, mirë po, gjithmonë jemi qartë, radiologjia pa simptomat klinike, pa një diagnoz qartë, spaku një diagnoz punës, mundet edhe me na hutu. Për arsye se radiologjia, imazheria është imazheri. Normalisht që ka sëmundje të cilat duken pothuajse të ngjashme dhe klinika dhe bashkëpunimi me klinicistin na çet në rrugë. Sfiduese janë këto të cilat janë si të ngjashme. Dhe sfiduese janë sidomos kur është ndonjë infeksion i përafërt me ndonjë tumor. Ndërsa sfiduese në këtë rast, sepse është shumë e thjeshtë mi thoni pacientit ki infeksion, e shumë e rëndë me lajmëru që ka një tumor. Mirë po ndonjëherë përvoja punës, metodat, mandej korelimin mes metodave, na ndihmojnë shumë që dalim diagnozën e saktë.
por që puna ekipore, qoftë brenda të radiologjisë, qoftë edhe me specialistët e klinikave tjera, varësisht prej patologjisë që ne e shohim, atëherë na ndihmon shumë. Normalisht që me radiologji diagnostikohen krejt patologjitë e mundshme që janë. Po ju si profesionist, si siguroheni për saktësinë e interpretimit çfarë do imazherie qoftë ajo? Qëndresa për me u siguru është fjalë e madhe. Në fakt, thash që për me ardhur deri një diagnoze sakt dhe për me qenë sigurt, fillimisht do të kemi njohuri. Njohuri të mëdha për radiologjinë. Ta njohim radiologjinë, ti njohim metodat, ti njohim shajat kardinale cilat i paraqet secila metodë radiologjike. Mandej ti jemi klinicist mirë, ti jemi të informuar me simptomat, me shenjat dhe të kemi aparaturat sofistikume, të bëhet teknikisht korrekt, sepse në qoftë se fillimisht tekniku e bën një korrekt, nuk mundesh me pas saktësi. Do të thonë, këtë puna fillon që teknikisht kryhet korrekt, të kryhet për një metodë të mirë, e mandej saktësia dhe përvoja e radiologut vjen deri tek diagnoza e saktë. Te interpretimi sakt. Sa është e rëndësishëm bashkëpunimi me mjekët e tjerë, edhe si reagoni kur i keni disa të paqarta gjatë një procedure? Si është bashkëpunimi tek ne, le të themi, në Çukukë? Me thënë drejtën, bashkëpunimi tek ne në mënyrë individuale është i mirë. Në mënyrë institucionale, unë s'jam e kënaqur. Unë mendoj që secila klinikë dhe secila patologji duhet të ketë bordin e cila i përmban veti grupin e mjekëve për me ardhur deri te çelësi i diagnozës. Tek ne në mënyrë individuale bashkëpunojmë, po ne kemi raporte shumë të mira. Për shembull, nëse unë kam një problem dhe du me bisedu me një ortoped, kirurg, unë e thirr në mënyrë individuale. Kemi edhe konsulta që bën konziliume për shembull për raste specifike, nuk mungojnë ato, mirë po në bazë ditore konsultimet mes stafit nuk janë edhe të kënaqshme, por janë, po jo shumë të kënaqshme. Mendoj që një bashkëpunim i mirë mes klinikave, varësisht për çka, për shembull nëse flasim për karcinom, tjetë radiologu, onkologu, tjetë patologu, kirurgu, do të thonë mjeku nuklear, do të thonë nëse jemi gjithë këta, diagnoza është e saktë dhe trajtimi edhe mandej vijimi i gjendjes së atij pacientit ka me qenë shumë më mirë. Mirë, po nëse e bëjmë të vetme dhe kemi nevojë për një klinicist ose për një bashkëpunim dhe bashkëpunimi nuk është i qasshëm, ndonjëherë dhe diagnoza mundet me qenë jo korrekte. Doktoresh, a na e përmend se cilat janë urgjencat radiologjike dhe a mund të marrin qytetarët një këshill nga ti nëse një termin për një MRI ose CT është 6 muaj, a është alarmante kjo? Ti qetësojmë pak. Unë mendoj që nuk është alarmante, gjithmonë në botë, kudo që ne jemi eduku, rezonanca magnetike nuk bëhet urgjencë. Rezonanca magnetike urgjencë është vetëm për disa raste specifike. Ne në institucionin tonë, fatmirësisht tash i kemi 3 rezonanca magnetike, por edhe në klinikat private kemi rezonanca magnetike, mirë po. Qytetarët duhet ta kenë qartë që rezonanca magnetike nuk është alarmuese. Nuk duhet me thonë patjetër duhet sot me bo. Nëse është një rezonancë urgjente, patjetër që mjeku ka me reagu dhe kemi me realizu. Në rastet urgjente, zakonisht kryhet CT-ja, sepse edhe një infarkt akut i trurit, cila është metodë e artë rezonanca magnetike, një infarkt për një neurologut ai diagnostikohet me klinikë. Mandej në CT e sjell veç me pa ka hemoragji. Dhe mandej ata fillojnë trajtimin, mandej nesër, mbas nesër ditë mvijem kur e shohin të arsyeshme që pacienti është qetësu, sepse rezonanca magnetike pacienti duhet të jetë qetë, pacienti duhet me bashkëpunu me teknikun, zgjat shumë, do me thonë prej 15 deri në 40 minuta, dhe në urgjenca është e pamundër me realizu një rezonancë magnetike. Dhe për këtë arsye në urgjencat zakonisht realizohet CT-ja, dhe CT-ja gjithmonë 24 orë dhe unë mendoj që s'duhet kemi alarme, është në qoftë se kohëve më herët ka pas edhe termine më së zgjatur. Mirë për kohëve të fundit, tu nis për fakti që puna radiologjia dhe në 2 ndrime janë zvoglu numri i pritjes, por edhe në qoftë se i bjan me prit më gjatë, në qoftë se e sheh sepse mjeku i tyre e shef kur është urgjencë. Dhe kur është urgjencë e shkruan nalt urgjent dhe më njëherë e shtrin pacientin në spital dhe mandena si spitalora e kryet nesërman.
nuk është ndaj problem. Andaj unë apeloj të qytetarët që mos me bo panik dhe rezonancën magnetike mos me konsideru si urgjencë. Unë e di që ndonjëherë dhem, ndonjëherë ka problem me diskun, thot po mu për mdhem, kam problem, duna me bo gjithçysh. E për ata, mandej ekzistojnë edhe institucione tjera, sepse ne duhet të kemi prioritete për pacientët të cilët janë më të ndihshëm, më të rrezikum, sepse ndonjëherë mendoj që të bosh shumë panik, ndonjëherë nuk e merr pacienti meritum shërbimin. Këtë kisha pas qef si me thonë, me largu, sepse ndonjëherë mendoj që duke pasur kësi implikime, ndonjëherë pacienti që i duhet, ndonjëherë se merr me kohë. E vërtet. Po sa ndërlidhet teknologjia me radiologjin, edhe si qëndrojmë ne si qendër klinike universitare në këtë aspekt, sa i përket pajisjeve infrastrukturës? Po, qendresa ne si institucion shtetëror, po edhe këto private, se normalisht këto lidhen, kombinohen me zveti, sepse qytetarët kanë drejt me zgjedh. S'mundëm na mja imponu, me thonë gjithsesi duni me shku këto se aty. Ka shkove të fundit, pothuajse jemi pajis me aparaturat më moderne, edhe rezonanca, edhe CTA, edhe PET-CTA. Do të thonë, nuk është që jemi keq me, mirë po këto ka ndodhur këto 2-3 vitet e fundit. Ndërsa rezonancë magnetike kemi pas edhe më herët, normalisht 1.5 Tesla, në vendet të zhvilluara ato janë, do të thonë kemi edhe 3 Tesla dhe me mat 5 edhe në privat ka edhe me 3 Tesla edhe në Kosovë për shembull. Mirë po normalisht na nuk jemi ende të kënaqur, si qendër klinike universitare, unë shpresoj që përpas që të kemi aparatura moderne, cilat janë tash, të kemi numër më të madh të aparaturave moderne. Për arsye se për shkak se kërkesat janë të shumta nga mjekët për me realizu ekzaminime, mendoj që mirë kishte qenë që në të ardhmen të kemi aparatura numër më të madh të aparaturave, e posaçërisht se kur vjen numri i madh, kur kemi numër në këtë kohë, normalisht që ato aparatura që vinë aparatura të reja, aparatura që janë sofistikume dhe janë, po mendoj, besoj kredibile për vendin tonë. Mirë po që vendi jonë me këto probleme, ende nuk i kemi kushtet që ne më mburë dhe me thonë jemi më të mirë, ose ne ende nuk mundem me kryesu për shembull as në vendet e Ballkanit, por me shpresë ne kemi njerëz cilët punojnë shumë mirë, kemi radiolog mjaft përgatitur, por normalisht që duhet edhe pa kushtet prej shtetit, prej vendit me u përmisu, sepse kushtet në QKUK nuk janë edhe qaq të kënaqshme që ne më konë shumë të lumtur me kushtet e punës, me kushtet, me thonë nuk kemi për shembull sesh, nuk kemi aparaturat, ne duhet ende mi marrë CD-at, mi marrë zyre, mi lexu, nuk kemi do të thonë sistem i cili na mundëson neve me pas pak më të lehtë, e këto besoj që në të ardhmen duhet këtu me reagu menaxherët, institucionet, cilët ju udhëhecin këto departamente. Profesorisht, sa i frekuentoni trajnimet profesionale jashtë vendit edhe çfarë mendimi keni për inteligjencën artificiale? Trajnimet jashtë vendit, unë përthysë i frekuentoj mjaft shumë, besoj që secili profesionist duhet të updatohet me të rejat të cilat i ka profesioni tyre, sepse radiologjia është tamam teknologji dhe ne duhet jemi sa më afër secilës risi. Inteligjenca artificiale mendoj se është një ndihmëse e madhe, është ndihmëse e madhe në kuptimin se i shef si me thonë në pikë pari, në ndihmon. Mirë po inteligjenca artificiale normalisht që s'ka ndjenjë, nuk e sheh lotën e pacientit, nuk e ndin atë dhimbjen e pacientit, prindve, dhe nuk mundet me pas një urit sa i ka një mjek. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet t'i friksojmë inteligjencës artificiale, unë mendoj që nëse dim ta përdorim, inteligjencën artificiale ka me na ndihmu dhe ne ta përdorim ato, jo ajo me na përdor neve. Po një pacient që i nështrohet ndonjë ekzaminimi radiologjik, si e qetësoni ju, si e këshilloni edhe sa ka rëndësi aspekti psikologjik në këtë pjesë? Qendresa është shumë e vërtetë se ekzaminimet radiologjike kërkojnë pak, si me thonë, bisedë paraprake.
sidomos kur kam u bë një rezonancë magnetike ose një CT kur duhet mu apliku edhe kontraste, ose për shembull tashti ai momentin që i thu komë të jap edhe kontraste, ai mendojmë se nuk jemi të edukuar ne si popull ende shumë mirë me njohurit mjekësore. Unë mendoj që një fjalë e mirë, një buzëqeshje, një këshill që ajo është për të mirën tonë, këto do të kemi vetëm diagnostikime, kjo është për të mirën tonë. Atëherë, doktoresh, ana tregon se si i këshilloni edhe i qetësoni pacientët para se të bëjnë një ekzaminim radiologjik. Sa ndikon aspekti psikologjik në këtë pjesë? Unë mendoj përveç pacientëve që duhet mi këshillu edhe prindërit e pacientëve, nëse është një pyetje fëmijë, ndërsa secilin pacient para se të bëhet një ekzaminim është obligative të plotësohet një formular fillimisht për mi pa detajet varësisht çka bëjmë. A bëjmë CT apo bëjmë rezonancë. Por edhe nëse bëjmë rentgen, duhet mi këshillu çka duhet me mbajt veshun, do të thonë këto janë këshilla të cilat radiologjia e ka më specifike. Por këshilla kryesore që duhet ta këshillojmë një pacient është t'i japim fjalë të mira, buzëqeshje, të bëjmë pacientin mundin dur të sigurta që pas atij ekzaminimit do të ketë një përgjigje të plotë. Çfarë rëndësie ka etika profesionale në radiologji, veçanërisht kur zbulohen ato rastet e rënda? Etika profesionale është kompasi, na nuk mundemi pa etik me punu. Sidomos në qoftë se je mjek, duhesh me pas gjithmonë vete etikën profesionale. Në qoftë se një pacient diagnostikohet me një sëmundje të rëndë, me të vërtet është e vështirë të interpretohet ajo sëmundja, por ne duhet të gjejmë fjalët, fillimisht bashkëpunojmë edhe me kolegë tjerë, për shembull në qoftë se është një patologji që lidhet me një kirurg torakal, të bëhemi bashkë, fillimisht t'ia sqarojmë familjarëve si është gjendja e pacientit, e mandena me fjalë të gjejmë fjalët më të buta dhe fjalët më të mira që të bindin pacientin që gjendjen cilën e ka duhet me trajtu dhe mos mu dorëzu. Në këto raste, si ndikon radiologjia në trajtimin e hershëm të sëmundjeve serioze, këtë rast të kancerit? Radiologjia do të thonë ndikon shumë. Radiologjia është çelësi i diagnostikimit. Dhe në qoftë se për shembull, në qoftë se bëjmë një irigografi, zorëve trasha bëjmë, e cila është metodë e vjetër, është metodë që është konveksionale, por është metodë dinamik dhe funksionale e zorëve. Në qoftë se e bëjmë për shembull me kontrast peros dhe e shohim, do të thonë mundemi me gjetë tumorin e zorëve në fazën fillestare, kur viç ka fillu me dalë mukos. E kemi fenomenin e drasës nuj, që nuk kontrastin e shkon për njëherë, dhe ne si radiolog me njëherë alarmojmë gastroenterologun që me marë biopsi dhe në thonë e zem në fazat e hershme. Një tumor në tru, për shembull një tumor mushkri, ose një tumor në kocka, cilin do, në qoftë se bëjmë CT, rezonancë, po edhe me rentgen, në qoftë se është mbi 1 centimetër, ndryshimet i shohim edhe me rentgen. Mirë po, ultrazëri, CT-ja dhe rezonanca magnetike, e tash PET-CT-ja normalisht është edhe funksionale, po PET-CT-n e kemi për metastaza edhe për problematikat e tumorëve të cilat vinë diagnozë diferenciale me inflamacione, kur mesim një farudh kryqe që nuk dim është ndonjëherë biopsia del e pa qartë, atëherë PET-CT-ja na e sqaron. Radiologjia është, si me thanë, fillimisht dera e parë ku bëhet diagnostikimi. A na e përmend ndonjë rast prej pacientëve që të ka prek më së shumti emocionalisht? Ose që në radiologji ka shumë raste të cilat prekin emocionalisht, me thonë drejtën. Unë si specializante vitit parë, me të thonë që më kujtohet një rast kur pacienti fëmijë kishte me botë CT-n e trurit me kontrast dhe pacienti u bë alergjik aty në kontrast. Dhe ndjenja me lajmëru prindën dhe me nxjerr pacientin për asaj situate me anestesiologun ka qenë tmerruse. Edhe për mua ka qenë mjaft e rëndë, sidomos mandena edhe kur diagnostikohen me sëmundje malinje është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, sidomos kur kemi të bëjmë me pacienta që janë të fëmijë.
Doktoresh, a ka mite për radiologjin? Shumë mite. Cilat janë ato? Cilat kishe pas qef me i largu? Po, radiologjia, fillimisht, me thonë drejtën, ndonjëherë ka mite edhe prej njerëzve profesional. Sa e çuditshme, si me thanë, shpesh herë, meroj momenti, kur i thu dikujt jam radiolog, thotë, ti këshyr fotografia, që të thatë, dhe në ti met, në atë kuptimin, do me thonë që nuk është fotografi, radiologjia është imazheri që ti e shef pacientin, do me thonë brendësinë e pacientit që asnjëri prej klinicistave nuk mundet me pa. Do me thonë miti i parë është kë. Mandej miti tjetër o thotë, po ju s'keni pacienta, si prek një pacientat heq. Edhe ajo nuk është e vërtet, bjanë, sepse ne pacientat bojmë ultrazorën, bojmë, do me thonë, interventën, bojmë metoda ndryshme cilat ne jemi afër me pacientin, po mandena edhe konsultimet, por që sidomos të njerëz të cilët nuk kanë shumë lidhshmëri me mjekësinë, radiologjia ka shumë mite. Po. Doktoresha, ke pa ndonjëherë diçka të pazakontë gjatë ndonjës interpretimit, skanimi? Kemi pa raste, për shembull, një pacient, për shembull, më kujtohet një pacient i cili ka pas një ndërhyrje dhe ka arë me bo ekzaminimi, s'ka di që ka granata. Pas luftës na kemi pas mjaft pacientë të cilët kanë qenë do me thonë luftë dhe kanë pas granata të cilët nuk i kanë ditë. Dhe në rezonancë magnetike, që se futesh me granat, mundet me vdek pacienti, sepse aje tërhek magnetin dhe kemi pa në moment saktum dhe kemi reagu me njëherë, sepse kemi pa gjanat, do me thonë, shumë specifike, po këto e matë zakonshme që na i shohim gjatë ekzaminimeve. A do të kenë ndonjë kujdes ose çfarë këshille ja u jep këtyre personave që kanë granata? Pacientët të cilët kanë metal në trup, edhe i cili nuk është titanium, në qoftë se kanë pacemaker, pacientët të cilët janë klaustrofobik, këta të cilët kanë, do me thonë, metale, nuk preferohet më fut në rezonancë, do me thonë është e kontraindikume, andaj bëhet CT-ja ose ndonjë metodë tjetër relevante me cilën varësisht prej diagnozës. Ndërsa këta të cilët janë klaustrofobik, zakonisht edhe fëmijët tentojmë mi bo me anestezian. Ndërsa për gratë shtaxhana është një risi që gratë shtaxhana mundën me kry rezonancën magnetike, mirë po s'rekomandohet në 3 mujoren e parë. Jo për shkak që është bën një studim që kena në efekt që bën, mirë po për shkak frikës nanës që është në 3 mujoren e parë dhe rezonanca magnetike i bën disa zhurma të çuditshme dhe nana mundet më shqetësu, mendohet mos bëhet në abort spontan ose tendencë për ase, dhe një diçka një këshill që gratë shtaxhana në qoftë se bojnë rezonancë magnetike, nuk guxojnë me përdor kontraste sepse e kalon barierën placentare. A të kujtohet ndonjë rast kur ekzaminimi radiologjik le të themi ja ka shpëtuar jetën atij personi ose po çdo ditë. Në radiologji çdo ditë nga një jetë shpëtohet. Për shembull, në qoftë se pacienti e ka një hemoragji, pacienti rëzohet, vjen e bën një CT, e bën një bot një hematom, më njëherë qëmë të neurokirurgu dhe mandena ndërhyn. Ose për shembull të pneumotoraksi, që është futja ajrit mes pleurave, që se pacienti e ka pas një bullë emfizematoze ma herët, dhe në gjatë ngasjes veturës, një kolitje më e shprehur, mundet marrë dejtë një pneumotoraks spontan, me një radiografi e zbulon që kemi të bëjmë me pneumotoraks, shkon kirurgji torakale, është shpëton jetën. Për shembull, një apendicit akut, e bën një rentgen, e shef nivelet hidroaerike, shkon operohet, shpëton jetë. Pra kështu me radhë, çdo ditë radiologjia është, do me thonë, vendi i shpëtimit të jetrave më duket për këtë punë, sepse është diagnostika. Dhe kur jenë diagnostik, çdo ditë shet diçka që ti një farë mënyrë në qoftë se ai vonohet në diagnostik, për këto raste që i thash, në qoftë se vonohet diagnoza dhe vonohet klinicisti, pacienti mund me pësu fatalitet. Doktoresh, ne i përmendëm sfidat, vështërsitë e një gruaje radiologe, po cili është ndonjë moment sfidues apo ndonjë moment i hidhur gjatë karrierës tuaj profesionale? Qëndresa, ti jesh gru në Kosovë vetër sfiduese, sepse du t'jesh nënë, du t'jesh bashkëshorte, du t'jesh profesioniste mirë, ndonjëherë edhe hallet edhe derë të dush të lësh të gjitha dhe të përqendrohesh në punën profesionale, qoftë si profesoresh, qoftë si radiologa. Jeta është vetë sfidë dhe unë mendoj që nuk ka njeri një që sfidohet.
unë gjatë jetës time apo karrierës time jam sfidu në mënyrën shëndetësore. Dhe në vitin 2018, në periudhën më të lumtur të jetës time, kur jam zgjedh asistente e rregullt në Fakultet Mjekësisë, po atë vetë u diagnostikova me karcinom ngjyrit. Dhe ka qenë shumë sfiduese. Ka qenë sfiduese se fëmijët i kisha shumë të vegjël. Mandena si profesioniste e din që jo gjithmonë karcinoma shkojnë mirë. Mandena e din si mundet me qenë edhe fundi. Ka qenë shumë sfiduese deri në momentin kur mas kimjes tretë ka fillu me reagu dhe kam fillu me pa jetën edhe njërë me sy. Dhe falë mjakëve, unë në atë kohë më trajtu në Turqi, me thënë drejtën, dhe sfide madhe ka qenë me qenë fillimisht larg fëmijëve. Normalisht që bashkëshorti im kanë ecur afër gjithmonë në atë periudhë dhe çdo periudhë të jetës time dhe falë tina dhe familjes time dhe familjes bashkëshortit unë ja kam arrit me dalë me përballu këtë sfidë, por është sfiduese. Momentin kur kam fillu me pa që terapia po funksionar, kam fillu përsëri me marrë vetën me të mirë dhe mi fol vetës. Sepse në fillim kur diagnostikosh, je lëndume sepse fillimisht mendon pse mu, pse u zgjedha unë. Dhe kur e te kalon sfidën, ose me thonë kur mësosh me jetu me sfidën, sepse te kalon, po ki kontrollat vazhdueshme. Kur mësosh me te kalu me sfidën, dikur mandej bosh forca shumë njerëzve. Dhe unë mendoj që në jetën time, kjo sfidë më ka rritë shumë. Më ka bo shumë më të mirë. Më ka bo me kuptu që me qenë pacient, ja u din shumë hallin pacientëve. Më ka bo me mendu që me qenë shembull një grus të fortë, me qenë shembull që kur dan, ja del dhe mos më dërzu. Unë nuk jam dërzu dhe për një me konsiderona si grua e fortë që sfidoj, do me thonë, në përgjithësi tentoj me hynë punë cilat kanë sfida. Se mendoj që pa u sfidu nuk duket e këndshme moja punë, as duket që është shumë, por sfida shëndetësore në tronda. Unë edhe studentëve të mi, sot ju thëmë gjithmonë, sepse unë kom pas edhe studentë të cilët gjatë rrugtimit kam pas sfidë shëndetësore. Jo mundu me qenë afër tyne edhe m'ju tregu që me vullnet dhe me njek të mirë, me terapi, se sot ka terapi që bën mrekullina. Kemi onkolog shumë të mirë, të cilët janë të e bu një punë të mrekullueshme. Dhe unë mendoj që kur të gjitha hall ka të bashkohen bashk, po sidomos vullneti dhe dëshira për me jetu, unë mendoj që dëshira dhe për me jetu edhe Zoti është çelësi suksesi së cilës mund jam. Sa ka ndryshu perceptimin për jetën kjo smundje, edhe perceptimin edhe për njerëz po ashtu? Perceptimin për jetën e ka ndryshu 100%. Unë ndryshe jetoj tash, ndryshe kom jetu atëherë. Për mu tash ka shumë rëndësi jeta. Unë mendoj që tash e kom lind për zdytet dhe i falenderojmë Zotit që ma ka hapur një mundësi dhe tash këtë jetë mundona me jetu shumë e lumtur. Mundona çdo minutë jetës me jetu dhe çdo minutë jetës më gjin njerëzve afër. Më ka bo shumë empatike dhe pse kom qenë që ashtot, por tash jam shumë afër dhe secilit pacient besom që e shoh si vetën. Secilin pacient që më vjen, unë e shoh vetën ta. Dhe mundona me qenë shumë afër tyne, por ato edhe mundona me fjalë, me butësi, ndonjëherë ata mendojnë që po më hupin kohë, se ndonjëherë bëhen thrasin disa herë ose tentojnë marrë disa herë. Ndoshta ata prej hallit vet, ndërsa unë të e ditë sa herë e kom thirrë mjekun tim në kohën kur kom qenë smur dhe mu ka përgjigj në mënyrën më të sinqertë mundshme dhe ndoshta ma ka qel telefonin edhe natën kur s'jam di mirë ose më ka shkrujt, unë tentoj të jem shembull, model i mirë i mjekëve që të jem sa më afër pacientëve të mi. Po, çfarë mendimi keni për njerëzit, në fakt për njerëzit që ne jetojmë me ta? A din ata të sillen mirë? Unë mendoj që në vendin ton ende ka njerëz të cilët nuk din më sill. Them kështu në këtë kuptim,
ka njerëz shumë të mirë që dinë me mendu si mu qas, sepse mu diagnostiku me një sëmundje të rëndë, rrethi ka shumë dikem. Mandej fjalët e tyne me qenë të mira aty duken të këqija, se lema me qenë provokative, ose me qenë fjalë të cilat thejnë, fjalë të cilat ndoshta ti je shumë të umri përpara të kthejnë mbrapa. Unë mendoj që duhet kjo me fillu prej onkologut, prej mjekëve në përgjithësi, po onkologu si mjeku i parë duhet jetë shumë i afërt me pacientin, të jetë psikolog i pacientit, edhe pse unë mendoj që këta pacientë të gjithë ka nevojë ta keni psikolog personal në atë periudhë, dhe psikolog në onkologji duhet jenë numër më të madh. Tu nis pi fakti që ne kemi numër mjaft të madh pacientëve të cilët janë të prekun, mendoj që ata pacientë duhet të jenë spaku ta kenë dashurinë dhe mbështetjen e profesionistëve shëndetësor. Cili ka qenë motivi, ose cila ka qenë ajo fjala ose fraza që ty të ka mbajt mirë me disponim në ato momente? Ajo në fëmijët, familja, apo... Normalisht, unë i kam 2 fëmije dhe me thonë drejtën vajzën e kom pas 13 vjetë në atë kondër, sa djalin 6, dhe çdo natë jam lutë që me ushëru për ta. Me thonë drejtë me qenë afër tyne. Dhe jam mësu në atë kohë me mendu që jeta është vetë sfidë. Dhe kur i ki familjen afër, fëmijët, edhe familjen e gjerë, dhe miqësitë meqt të cilët të gjindën në ato kohë, sepse ne normalisht që miqë zbonë edhe si familja, dhe shoqët dhe shokët që të rinë afër ti mban men për të njëjtën, se ata të cilët rinë afër në kohë të vështira i ki miqë të vërtet. Dhe unë mendoj që për mu kanë qenë fëmijët. Dëshira për me jetu kanë qenë 2 fëmijët e mi, për cilët edhe sot jetoj. Çfarë këshille keni për gratë që diagnostifikohen me sëmundje të tillë? Si dëshiroje ti motivoje? Unë, do me thonë, për gratë e për burrat në përgjithësi, unë mendoj që duhet gjithmonë ta marrin secilën sëmundjet, secilën sfidë ta marrin me pozitivitet. Të jetojnë pa stres, mundohen me dalë dhe me jetu jetën, për aq kohë sa të na jep Zoti jetë, ndërsa në kohën se janë smut, ta jetojnë çdo moment të jetës dhe ta mendojnë që jeta është shumë e gjatë dhe e bukur dhe kur do një del. Unë të falenderoj shumë që hape zemrën me neve edhe për këto këshilla kaq profesionale. Ishte kënaqësi. Falenderit shumë, qëndresa ishte kënaqësi edhe për mu, edhe pse kjo pjesë ka qenë pjesa e sfida jetës time, ndoshta është hera e parë që unë pe përmendi, por me ty ma japa të lirin dhe unë diva mirë që mendoj edhe me të tjerat. Falenderit shumë.